Në kuadër të shënimit të ditës së policisë së Maqenisë, në oborrin e gjimnazit në Gostivar u realizuan aktivitete edukative dhe prezantuese për qytetarët dhe të rinjt. Përmes demonstrimeve tekniko-taktike, pjesëtarët e policisë prezantuan pajisjet moderne që përdoren në kryerjen e detyrave të përditshme, automjetet speciale, pajisje për siguri në komunikacion, si dhe teknikë kriminologjike. Nga sektori punëve të brendshme vlerësuan se aktivitetet të tilla ndikojnë në forcimin e bashkëpunimit dhe besimit mes policisë dhe qytetarëve me fokus të veçantë të rinj dhe promovimit transparencës dhe karakterit shërbyes të institucionit. Kemi ekspozuar mjetet materiale teknike të cilat i përdorim gjatë punës, pra policia rrugore, policia krimteknikës, policia kriminalistike e kështu me radhë. Dhe t'ju mundsojmë në këtë rast arsyeja përse në për shkolla. Pra është një mundësi shtesë, sepse si që dini edhe vetë, këtë vit ka pat një iniciativë për rihapjen e shkollës së mesme të policisë në Idrizov të Shkupit, kështu që në nxënësit e viteve të dyta të shkollave të mesme, të cilët kanë dëshirë të bëhen pjesë e uniformës blu, të njëjtit kanë të drejtë të bëjnë transfer prej shkollës së mesme ku mësojnë. Pra do të merrem parasysh edhe suksesi i tyre para prak në vitin e parë dhe vitin e dytë dhe para kushte tjera të cilat janë nalësia, domethënë pesha e kështu me radhë dhe aftësitë fizike, kështu që të njëjtit do të kenë mundësi të konkurrojnë edhe në atë shkollë dhe nëse e fitojnë të drejtën, do të mund të mësojnë dhe kjo është një mundësi shtesë të njëjtit të punësohen direkt, pra të jenë pjesëtar të uniformave blu. Nxënësit patën mundësi të bisedojnë drejt për drejt me punonësit e policisë dhe të informohen më shumë rreth profesionit policor dhe sigurisë në komunitet. Shumë bukur. Ja, e lenta e rëndë. Po e rëndë pak. Do thot me gjithë të policë nuk kam punë të lenta. Nuk kam punë të lenta, rëndë është. Kishe dashë të bësh policë. Po pse jo? Era e parë që po e vesh uniformën e policisë, si të duk? Shumë shumë bukur. A është e letë të kesh një pesh t'il dhe të realizojsh funksionet? Po, pse jo? Knajtësi, ishte knajtësi të hepim në veturën e policisë. Të kemi më shumë njohuri për këto lëndë të rendit zbatohës. Edhe në basë saj që shifni, a mund presim të ardhme të bëni një policë? Ndoshta edhe po, mundet. Është aktivitet, mendoj se na nevojitet kjo aktivitet. Inshallah kemi ma shumë aktivitet e kështu. Si u duken pajisjet e policisë? Tronda, atleta? Po na duken pak si tronda se them drejtën nuk kemi për këtë profesion, ne kemi qetër sinim. Polici ju asesi? Jo, polici jo. Amon duken interesante, mësojmë disa gjëra të reja, na duhen këto aktivitete mendoj, po. Nga sektori punëve të brendshme apeluan që bashkëpunimi mes qytetarëve dhe policisë të vazhdojë edhe jashtë aktiviteteve simbolike, duke theksuar se siguria është përgjegjësi e përbashkët.